Faturat e energjisë duhet të përfshin në vazhdim të dhëna më të detajuara që lidhen me kategorinë e konsumatorit, me bilancet e vetprodhimit të energjisë, apo kur ka instalim për konsum të makinës elektrike. Në një udhëzim të miratuar së fundmi, enti rregullatori i energjisë ka nënvizuar se çdo faturë duhet të ketë identifikimin e konsumatorit. Sipas entit, furnizuesit duhet që të përditësojnë sistemet e faturimit elektronik, ndërkohë që sipas një vendimi të bordit të 13 nëntorit, të raportojnë çdo 3 muaj listën e kontratave të konsumatorëve që disponojnë pajisje karikimi për automjet elektrike dhe kapacitete vetprodhimi. Udhëzimi sankcionon në nenin 7 se për konsumatorët ekzistues, të cilët kanë një pikë karikimi me fushi të instaluar mbi 11 kW të lidhur në nivelin e tensionit 0.4 kV, të cilët kanë një pikë lidhje të miratuar, por nuk ka një kontratë furnizimi, furnizuesi i shërbimit universal duhet të gjenerojë një kontratë të re furnizimi. Konsumatorët ekzistues nuk ngarkohen me kosto shtesë për instalimin e një sistemi matje për këtë pikë karikimi. Po kështu, të gjithë konsumatorët që aplikojnë për herë të parë për një pikë karikimi me fuqi të instaluar mbi 11 kW, të lidhur në nivelin e tensionit 0.4 kV, duhet të lidhin kontratë re me furnizuesin i cili ofron këtë shërbim. Sipas vendimit të entit rregullator të energjisë, hyrja në fuqi e udhëzimit do të bëhet pas publikimit në fletoren zyrtare, ndërkohë që do të aplikohet në faturimet që bëhen nga muaji dhjetor 2025.